tash po du me cek, është Lirim Hasa, komandanti i zyrës operacionale, të cilin kemi bisedu shumë herë në shumë operacione, po kur taku nuk e kam. E atë njeri ku së ndëroj si familjar timin, atë njeri ku së ndëroj si vlla. Dhe me thonë, a i ka qenë gjithmonë shtylla jo në kryesore komunikimet mes forsave ajrore, për zyrës operacionale të bashkuar në Tiran, një njeri shumë i qetë, me gradë është kolonel, komandant kolonel, ule që i kolonel, është një njeri shumë i qetë, një njeri që në rrezikët më të mëdha më ka jep kurajo, ka ditë më mojnë në kontrol, edhe pse këtë rastin që po ta seki, me Zviceranet, kam dalë jashtë kontrolës. Për arsye se në mëngjes kemi kërku nga zyra operacionale që të dërgohet sa më shpejt helikopterit me të rrek trupat. Edhe ka pas një keq kopter, në është nis një helikopter këtë tjetër. Dhe më thonë neve në të operacion në duke helikopteri me vinç, i cili të rrek trupat për ndryshë se nuk mundesh me atëru në atë zonë ku ka orë tek. Ka orë një helikopter është këthy. Helikopteri i emergjenca në atë kohë ka qenë në servis në Francë më duket. Atëherë jemi detyruar me thirr bonstillin. Ka ardhur helikopteri Black Hawk, i cili është me vinç ekstra për operacionet kërkim shpëtimit, ku edhe djemtë e grupit kanë kry trajnime me atë helikopter së bashku me amerikanët. E ka po të rreken me në 3 minuta, por pare si më ardhë. Unë eskalova, thamë sinqerisht, nuk isha mo ky riki që jam, nuk i ngjojsha njerëz, se më hupi komunikimi prap me pjesëtarët e grupit. Di që komunikimin e fundit e kom pas me thamë, ka thonë, jemi në grup të Ortekit, inshallah nuk aktivizohet Orteki 2, ky ka qenë komunikimi fundit me pjesëtarët e grupit. Mu nuk më zinte vend. Helikopteri nuk ishte kërkun. Komunikim nuk ishte atër, kam fillu deri në gjysë rrugës në ngritëm vetë. Ju shkej në dim. Ka dalë një polic i Shqipërisë të më lutë thët që mos unis, se shumë rrezik i madh edhe na duhesh me kanë këtu poshtë me ne koordinu gjanat për ndryshe mos të vdesim të gjithë, se tash na kishte ka panika të gjithëve. A ditë kam bisedu me këshilltarët ministrat në mbrojtjes, kam bisedu me drejtarët e emergjenca, kam bisedu me lloj zyrtarit të lartë të Shqipërisë, ku unë i kërkoj falje publikisht, ndoshta ai kam ofendu për nervozës, për panikës madhe që kam pas, ndoshta nuk jem sill mirë në telefon me ta, po i gjithë kjo ka qenë panika që mos të hupi djemë të grupit. Dhe jo vetëm për ata. Atë ditë kom përjetu të mberë. Kjo ka qenë dita më e vështirë. Kjo ka qenë dita më e vështirë e jetës time. Po të më herë parë. Po. A ditë kom paraftiru të gjithë vdekur. Edhe s'ku mujtë më se kësha falë vetës kur. Po pse s'ja kësha falë vetës kur, Rikë, kur realisht gjithçka është bë për qëllimin më të mirë të mundshëm? Nuk është lehtë me i pa ta djemë të bo gati, me montu pajiset në për trup, me përsjell, edhe pas disa ore me u komunikimin me ta. Pe ty në ka të martun, tash Zoti mos e boft, mos e ndodh të kujt, po më pas ndodh mua atë ditë, këta djemë me ndodh diçka, unë s'kisha pas ty me dorë familjes ty në përpara. Nuk kisha një vetën kur mirë. Që aty në më ndodh mu jo, për shembull. Tash nuk ka lehtë për dikant që i orienton një grup, të gjithë ju ndodh diçka, Zoti mos e boft lart qof me vdek apo diçka ti më shpëtu gjallën, s'e kisha fal vetes kur. Ndjenja e përgjithësisë është jashtëzakonisht e lartë. Po që ndjenje e përzime, ditë thash edhe më herët, kërkoj falje publike, nëse kam ofendu dika në ditë, po ka qenë gjithçka nga paniku, nga mërzia, nga lodhja, nga frika se mos i hupa djemt. Po falënderimi publik që i takon është Lirim Hasa, komandanti i dhomës specializuar, i cili me të vërtet kam derin, edhe një ditë duhet me taku, s'kam çare pa taku, se nuk e kam taku kur. Ai ka ditë me na majt në komunikim, mëse që e shumë na tok ajrë, një njëri shumë i qetë, një njëri jashtëzakonisht i aftë për këtë punë, po ne sarë kemë marrë operacionet, kërkimin në Shqipëri, gjithmonë e kam posat energjim pozitive, kemi Lirimin, komandantin, ai do të na orientoj mirë.